Në një deklaratë publike të mbajtur pas rizgjedhjes së kryeministrit Edi Rama, presidenti francez Emmanuel Macron e ka uruar atë për besimin e marrë nga qytetarët shqiptarë në zgjedhjet e fundit të 11 majit. Dua t'ju përgëzoj për rizgjedhjen, për besimin që morët, që është i rëndësishëm për ju, por edhe për ne të gjithë, sepse është ky mandat që do të na lejojë të vazhdojmë këtë agjendë kaq ambicioze, të dëshiruar nga vendi juaj prej kaq vitesh. Presidenti francez theksoi se rruga e Shqipërisë drejt Bashkimit Evropian është tashmë e duke vlerësuar përparimin e bërë nga Tirana në procesin e hapjes së kapitujve të negociatave. Ai garantoi mbështetjen e plotë nga Franca në përmbylljen e negociatave deri në vitin 2017. Shqipëria ka treguar shumë, ka bërë avancime shumë të mëdha. Rruga e Shqipërisë është e qartë drejt Bashkimit Evropian. Franca do të jetë për krah jush dhe do t'ju shoqërojë në këto reforma në mënyrë që meritat tuaja të njihen nga të gjithë dhe që agjenda të mbahet. Ju do të mbani agjendën tuaj dhe ne do të mbajmë agjendën tonë. 2027 nuk është një perspektivë, por një realitet. Në konferencën e përbashkët, kryeministri Rama falenderoi presidentin Macron për mbështetjen e vazhdueshme dhe vuri në dukje për fshirjen franceze në projekte strategjike për Shqipërinë. Sot ne ndjejmë Francën shumë afër edhe në procesin e antarësimit dhe nga ana tjetër rajoni ka fituar një mbështetës shumë të qëndrueshëm dhe besnik në të gjitha proceset transformuese, në adresimin e momenteve të vështira që duhen akoma zgjidhur dhe në mbështetjen për përfshirjen e gjithë rajonit në Europën e Bashkuar. Ai deklaroi se Franca do të kontribuojë në ndërtimin e linjës hekurudhore Durrës-Prishtinë, një projekt me rëndësi të veçantë për lidhjen infrastrukturore në rajon. Ndërtimin e hekurudhës Durrës-Prishtinë dhe do të shikojmë më tutje në komunikimet drejt për drejta se si mund të materializohet përfshirja e Francës. Duke komentuar propozimin e ish-presidentit amerikan Donald Trump që vendet anëtare të NATO-s të dedikojnë 5% të GDP-s për mbrojtjen, Rama u shpreh se Shqipëria është e angazhuar në përmbushjen e detyrimeve të saj, por nuk ka synim të mbush depot me lloj-lloj armatimesh që as do t'i përdorim. Kemi ecur sipas angazhimit duke rritur buxhetin dhe kapur 2% që ka qenë objektivi i përbashkët i aleancës. Bëhet një histori, vër buxhet para dhe shpenzoi dhe shëno aty që i shpenzuam, atëherë ne do t'i kemi plot depot me lloj-lloj madrash, as nuk do t'i përdorim. Presidenti Macron ndaloi gjithashtu tek nevoja për rifillimin e dialogut Kosovë-Serbi duke theksuar rëndësinë e këtij procesi për paqe në rajon. Ai foli për situatën në Ukrainë duke vlerësuar propozimin amerikan për armëpushim, ndërsa shprehu keqardhje për refuzimin nga ana e Vladimir Putinit. Në përmbyllje të vizitës, Shqipëria dhe Franca nënshkruan disa marrëveshje bashkëpunimi në sektorin e energjisë dhe një memorandum për zhvillimin e turizmit të qëndrueshëm në rajonin e Korçës.